A duhet të marrë ai telefonin dhe të këshilloj një sulm akmarrës kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ai nuk ka shumë kohë për të marrë një vendim. Nëse ai vepron, Amerika do të pësojë goditje bërthamore dhe një luftë botërore do të shpërthejë. Nëse ai nuk bën asgjë, ai rrezikon të humbasë jetën e bashkëdhetarëve të tij nga një sulm bërthamor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë pikë, pesha e botës është mbi supet e tij. Por këtu duhet të kthehemi prapa. Si arriti bota në pikën që një person të qëndronte mes normalitetit dhe asgjësimit të plot? Menjëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore në 1945-ën, armiqësitë filluan të shpërthejnë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Dhe nga viti 1947 e tutje, bota u nda në dy bloqe gjeopolitike të pushtetit: bloku lindor, i udhëhequr nga Bashkimi Sovjetik, dhe bloku perëndimor, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ajo që pasoi për 2 dekadat e ardhshme është ajo që ne e quajmë lufta e ftohtë. Ndonse kjo periudhë nuk pati kur një luftë aktuale midis dy vendeve, ajo u karakterizua nga një konflikt shumë intensiv për dominim global, i cili përfshinte spionazh dhe konflikt ushtarak në vendet e huaja përmes luftrave me prokur. Lufta koreane dhe lufta e Vietnamit ishin 2 konflikte të tilla. 2 rivalet global konkuruan me njëri tjetrin për të bërë lider në aspekte të ndryshme të shkencës, teknologjisë dhe luftës përmes eksplorimit